Fjalët më të bukura që do t'i dëgjosh ndonjëherë në ditën e gjykimit, në atë momentin e frikshëm të asaj dite. Allahu i lartësuar do të thrasë: Ja ibadi la khawfun alaykum al-yawma wa la antum tahzanun الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. Allahu i lartësuar do të therasë: O robrit e mi, për ju nuk ka frikë sot dhe nuk do të pikëlloheni. Ju që i besuat shpalljet tona e që ishit musliman, hyni në xhennet të gëzuar, ju bashkë me bashkëshortet tuaja. Allahu Akbar. Çfarë thirrje, çfarë fjalësh, e lut Zotin e gjithësisë që të na mundësoj të jetojmë si musliman, e të ndërojmë jetë duke qenë musliman. Të jetë Allahu i lartësuar i kënaqur me ne. E ditën e gjykimit ta dëgjojmë këtë thirrje e të jemi prej xhennetlive. Amin.